Termi Azia Perëndimore po zëvendëson gjithnjë më shumë lindjen e mesme në kontekste që japin përparësi saktësisë gjeografike, perspektivave dekoloniale dhe ndërgjegjësimit për pabarazitë e pushtetit. Ai përdoret rregullisht në agjencinë ndërkombëtare zhvillimi, në organizata rajonale si Federata e Futbollit të Azisë Perëndimore, në studime kritike dhe në gjuhën diplomatike të fuqive me orientim shumë palësh si India. Në të kundërtën, lindja e mesme mbetet të rrënjosur në institucionet e politikës së jashtme të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, në think tanket e sigurisë të lidhura me NATO-n dhe në media tradicionale perëndimore si The New York Times dhe BBC, institucionet që e krijuan këtë term në raport me Europën dhe vazhdojnë të formosojnë narrativat globale nga një këndvështrim perëndimor. Kjo do të thotë se lindja e mesme vazhdon të përdoret aty ku vazhdon edhe korniza eurocentrike fillestare, ndërsa Azia Perëndimore po fiton terren aty ku kjo dominancë po zbehet, përfshir raportimin dhe diplomacinë rreth luftës së vazhdueshme SBA-Izrael kundër Iranit. Irani ka qenë një nga motorët kryesorë të këtij ndryshimi. Për dekada, Republika Islamike ka përdorur në mënyrë sistematike termin Garbe Asia apo Azia Perëndimore në diplomacinë zyrtare, doktrinën ushtarake dhe media shtetërore, jo vetëm si përshkrim gjeografik, por si ndërhyrje strategjike. Heqja dorë nga termi lindja e mesme delegitimon trashëgimin imperialiste anglo-amerikane të përfshirë në këtë term dhe e ripozicionon Iranin si një fuqi qendrore vendase në një hapësirë të përcaktuar nga gjeografia aziatike dhe rezistenca antikoloniale. Në diskursin e të ashtu quajturit boshti rezistencës, Azia Perëndimore refuzon në mënyrë gjuhësore kornizën e Centcomit amerikan, që e paraqet rajonin si një hapësirë nën menaxhimin e SBA-s, duke riformuluar konfliktin si një luftë rajonale çlirimtare. Lufta aktuale kundër Iranit është bërë pjesërisht një garë për autoritetin hartografik. Izraeli dhe SBA-ja mbrojnë lindjen e mesme si një hapësirë që ata e kontrollojnë, ndërsa Irani dhe rrjetet e tij alate promovojnë Azinë Perëndimore si kornizën gjeografike të një rendi pas-amerikan. Me këtë ritëm, mes pasojave të njëpasnjëshme të luftës, Izraeli mund të mbetet së shpejti vendi i fundit, ndoshta i vetmi që mbetet brenda lindjes së mesme. Nga Teherani në Riyadh e deri në Kairo, pjesa tjetër e rajonit mund të zhvendoset gradualisht drejt Azisë Perëndimore, duke lënë termin e vjetër eurocentrik si një hapësirë strategjike gjithnjë më të kufizuar rreth një shteti të vetëm. India e komplikon këtë panoramë. New Delhi ka përdorur prej kohësh termin Azia Perëndimore në diplomaci dhe akademi, kryesisht për të refuzuar eurocentrizmin, por përdorimi i saj udhëhiqet më shumë nga pragmatizmi shumëpalësh sesa nga një ideologji e pastër dekoloniale. Edhe gjatë luftës aktuale, që ka prishur rrugët energjetike përmes ngushticës së Hormuzit, ka vënë në presion remitencat nga Gjiri dhe ka detyruar Indinë të balancojë presione të ndryshme. New Delhi vazhdon të përdor Azinë Perëndimore ndërsa njëkohësisht thellon lidhet me Izraelin, ruan marrëdhëniet forta ekonomike me vendet e Gjirit dhe avancon projekte lidhjeje me Iranin, si porti i Çabaharit. Ky balancim tregon se ndryshimi i terminologjisë nxitet jo vetëm nga rezistenca ideologjike, por edhe nga fuqitë në rritje që kërkojnë autonomi strategjike në një botë shumë polare. Kina e përforcon këtë dinamik me peshën e saj ekonomike. Kartografia zyrtare kineze ka preferuar prej kohësh termin Shia apo Azia Perëndimore, në preferencë që është reflektuar edhe në nismën Brezi dhe Rruga. Banka shtetërore kineze dhe kontraktorët e përdorin këtë term në financime, duke bërë atë gjithnjë më të domosdoshme për vendet që kërkojnë investime alternative. Afrimi diplomatik i vitit 2023 midis Arabisë Saudite dhe Iranit, i ndërmjetësuar nga Pekini, e forcoi më tej këtë ndryshim. Negociatat u zhvilluan brenda një kornize aziatike perëndimore, të ndërmjetësuara nga një fuqi që nuk ka lidhje me kartografinë koloniale britanike. Megjithatë, ky riorganizim gjuhësor nuk është pa probleme. Edhe pse Azia Perëndimore po fiton terren në qarqet akademike dhe zhvillimore, përdorimi i saj mbetet i pabarabartë, veçanërisht brenda vet rajonit, ku termi arab al-Sharq al-Aswad apo lindja e mesme vazhdon të dominojnë në media dhe diskurs publik. Për më tepër, në financa, siguri dhe qeverisje globale, mbizotron ende korniza MENA, lindja e mesme dhe Afrike e Veriut, e cila pavarësisht mangësive pasqyron më mirë lidhet e thella mes Afrikës Veriore dhe pjesës aziatike përmes tregtisë, migrimit dhe institucioneve rajonale. Përdorimi vetëm i Azisë Perëndimore
përjashton teknikisht vende si Egjipti, Libia, Tunizia, Algjeria dhe Maroku, vende afrikane por të lidhura ngushtë me rajonin. Pra, ndërsa Azia Perëndimore zgjidh problemin e eurocentrizmit, ajo krijon një tjetër, ndan botën arabe në mënyrë që nuk reflekton realitetin funksional të saj. Në fund, debati mbi terminologjinë varet nga balanca mes dobisë, historisë dhe realitetit në terren, jo nga një fitore e pastër ideologjike. Lindja e mesme u krijua si një përshkrim strategjik në fillim të shekullit 20 dhe mbijetoi sepse përfshinte realitetet të përbashkëta funksionale, tregje energjie, rrugë tregtare, institucione dhe rrjete sociale. Azia Perëndimore ofron më shumë saktësi gjeografike dhe shmang eurocentrizmin, por kufizohet kur aplikohet në mënyrë të ngurtë. Megjithatë, sot ajo mbështetet nga fuqia strategjike e Iranit dhe pesha ekonomike e Kinës, duke i dhënë një ndikim që më parë nuk e kishte. Gjithsesi, gjuha ndryshon më shpejt se realitetet. Rajonet formohen nga faktorë më të thellë si energjia, demografia dhe siguria. Prandaj, edhe pse termat mund të ndryshojnë, mënyra se si funksionon rajoni nuk ndryshon aq shpejt. Lindja e mesme mund të tkurret në disa diskurse, por realitetet praktike dhe identitetet e jetuara do të vazhdojnë të jenë më të forta se çdo term i vetëm.